Elvisi. Elvis Regja Digital. Elsi, një kundërshtar në letër i lehtë, zakonisht na kanë hapur probleme të tillë kundërshtar. Si është skuadra, pra si është përgatitur për nesër dhe a do të jemi agresiv, do të jemi më shumë kërkues përpara portës, cilat kanë qenë udhëzimet e dhëna dhe nga stafi. Përshëndetje. Tani ka shumë kohë që nuk ka më skuadra të lehta, sepse me të vërtet gjitha skuadrat kanë filluar të luajnë mirë futboll, edhe pse nuk kanë emra, prapë janë fuqizuar, kështu që duhet të kemi kujdes. Kemi pas shumë pak ditë, veç një ditë kena pas për të punu, kena punu më shumë me video, po besoj që me ndimin e trajnerit ton do arrim të sistemojmë ato 2-3 gjëra që ndoshta nuk na kanë funksionuar në neshin e kaluar dhe shpresoj që këtë neshe të shënojmë para portës. Endrica U, televizionit janë. Elsi, ti je veteran dhe je ndeshur disa herë me Luksemburgun. Në ndeshjen e fundit me Italinë, Luksemburgu ishte një kockë fort, pavarësisht se kishte përpara lojtarë të rinj, por gjithsesi është Italia dhe nga një trajner që e njihte. Si do të jetë mundur, domethënë, që të kalohet ky kundërshtar, të arrijmë të realizojmë dhe të mbrojmë se edhe rrezikuan në takim. Po, është e vërtet, po siç thash përpara, në fushë janë gjithë njësoj, janë 11 kundër 11, kështu që nuk është të thonë që nëse ti Italia do fitosh lehtë me Luksemburgun ose Shqipëria kundër Luksemburgut, sepse me të vërtet ato kanë lojtarë që kanë kualitet, janë përqendruar, kështu që ne duhet të kenë 120% përqendruar më shumë se ata për të arritur të fitojnë ndeshin. Përshëndetje, Sabina Meter, Rtsh Sports. Elsi ndoze pak herët për këtë pyetje, megjithatë si është atmosfera brenda grupit me ardhjen e trajnerit të ri? Keni bërë stërvitje, vjen pas humbjes me Izraelin, ju jeni më në brendësi të skuadrës, çfarë atmosfere ka brenda ekipit Kuqezi dhe a keni një thirrje për tifozët, nëse miqësorët duhet jenë të pranishëm për të mbështetur kombëtaren Kuqezi? Faleminderit. Atëherë, ambienti është shumë mirë, sepse trajneri ka pak kohë që ka ardhur, kështu që ambienti me të vërtetë është pozitiv, trajneri është një trajner pozitiv që t'jep një energji të mirë, një trajner që do të që na mësoj një lojë më të re, më agresive, një lojë që ndoshta është më bukur në sensin që një lojtar që nëse jeni fushë është më bukur ta lush të lojë agresive që mund të ke mundësi me shënuar më shumë gola. Ambienti është shumë mirë, çunat janë gjithë gati, ndeshja kaluar me shkoi keq, po të them drejtën personalisht unë mendoj që kemi bërë një ndeshje të mirë, thjesht kur kishim ato okazionet e golave, nuk arritëm të shënojmë dhe futbolli kështu është, nëse ti nuk shënon, e preson një herë dhe mbaron ndeshja 1-0 dhe duhet sigurisht të analizojmë dhe gabimet që kena bë, po ta dimë që edhe kena bërë gjëra pozitive. Tifozët unë uroj gjithmonë që stadiumi të jetë plot, sepse në vërtet në kombëtare ne vim pak herë dhe atëherë që vim gjithmonë duhet që ta shoh me tifoza, ti shoh ato ngjyrat Kuqezi. Shpresoj që këtë ndeshje të vinë shumë tifoza, sepse neve na ndihmon shumë si neve personalisht dhe kombit ton tregojmë që tifozat shqiptar janë gjithmonë gatshëm për kombëtarin. Elsi Krizi se Atlari Klan News. Dua të pyes, nga ajo që pat me Izraelin, ato ndryshime taktike si në rreshtim apo ndryshime të tjera, mendon se mund t'i përvetsojmë sa më shpejt apo do të na duhet një kohë gjatë për të shkuar te rreshtimi i ri apo te automatizmat e reja? Jo, nuk duhet kohë gjatë, sepse ne jemi profesionista, jemi lojtar me eksperiencë, ka lojtarë dhe të rinj, po jemi profesionista pika parë, duhet ta dimë që duhet të ambientohemi me trajnerë të ri. Kombëtarja kështu është, kombëtarja nuk ka se ke shumë kohë që ti tulesh në fushë të përgatitesh një ndeshje, kesh një vit siç ke me skuadrat. Kështu që jeni aq zgjudh dhe profesionist që duhet ta kuptojmë zgjidhjet që don trajneri, ta kuptojmë atë që kërkon trajneri. Trajneri është duke na kuptuar dhe neve, sepse duhet të dish se trajneri duhet të njoh karakteristikat e lojtarëve që ka përpara ose mbrapa. Po kam shumë besim që do arrijmë sa më shpejt tek loja që don trajneri dhe tregojmë që dhe ne mund t'ja dalim të bëjmë pak më sulmuese. Përshëndetje, Oçerdi Panorama Sport. Të shqetëson fakti që nuk kishte asnjë gjuajtje brenda kuadrat portës dhe kjo vjen nga nxitimi, nga presioni i sulmuesve apo nga mënyra se si luajtet ndeshjen me Izraelin? Nga mënyra si luajtme, ne kishim shumë raste për shënu. Pastaj gabimet para portës janë pjesë e lojës. Një sulmues mund bëjnë gol pe 50 metrash, si mund të edhe takojnë një gol nga 1 metër nga afër portës. Po ne si thash duhet jena pozitiv sepse mendimin e këtij trajnerit besoj që do kemi shumë raste për shënu. Thjesht duhet besoj që sulmuesat tonë
të lirohen pak nga presioni që kanë, sepse e dim se Shqipënia nuk ka se shënon shumë gola. Unë shpresoj që lojtarët e ri si Broja, Mehmeti, që ishin ndeshjen e kaluame dhe tjerë që do luajnë Daku ose kush do luajnë, ta dinë që mbështetjen tonë e kanë afër, nëse gabojnë do e riprovojnë dhe shpresoj që t'ja dalin herë të vonë. Mantho Prokopi, Syri Televizion, si lojtari me më shumë eksperiencë në kombëtare, si ju duket deri tani puna me trajnerin e ri dhe a shihni të mundur arritjen e objektiveve që janë fitimi i Ligës së Kombeve dhe kualifikimin evropian me trajnerin e ri dhe loja që ai kërkon për ju, pra kërkon një presion lart, por me Izraelin u vure që patëm hapësira nga pas. Sa mund ta realizojë skuadra planin e trajnerit? Po tash ko nuk ka se kena edhe shumë kohë, po as pak kohë, po duhet thjesht ta ekuilibrojmë këtë pjesën e arës trajnerit ri me ikjen e trajnerit vjetër, sepse normal kena kaluar nga një modull që kena pas bërë me tjetër një modull 3, që duhet ta kuptojmë sa më shpejt, është një modull që mund të sulmojmë më shumë, kemi më kënaqësi ndoshta të lush lojën, sepse ke për të pas më shumë raste për shënu. Unë besoj tek kjo zgjedhje e trajnerit, besoj tek forca e ekipit. Unë shpresoj dhe ndroj që të kualifikohen edhe një herë tjetër tek Europiani tjetër, si dhe të fitojmë National League, po deri në atë kohë kemi kohë që ta përgatisim veten. Kemi edhe ndeshjen nesër kundër Luksemburgut, që besoj që koha do flasë vetë. Elsi, edhe një pyetje tjetër. Si është për ekipin, sa e ndjeni dhe ndryshimin e trajnerit, jo vetëm në mënyrën e lojës, pra mënyrën e stilit lojës, por dhe fakti që kalojmë nga një trajner që diktonte pothuajse çdo pasim ishte prezent me fjalët e tij në fushë, tek një trajner që është më i qetë dhe ndërhyn shumë rradh në komunikim me lojtarët. Kjo është një gjë, besoj, më shumë personale çdo lojtarit, sepse nëse mu për shembull nuk është se ndryshon shumë, ndoshta ta kem një trajner që më flet çdo minutë, sepse ti në lojë je koncentruar. Normal pastaj është ndam, pjesa e parë mbaron, dik mbyllosh veshët, aty besoj që është momenti që ti duhet flitesh me lojtarët dhe të sistemosh gabimet. Pastaj është dhe ndjenja si ta ken trajnerin, nëse trajneri do flasi, nëse s'do flasi, ne jena lojtarët, jena në fushë, ne e kena topin në kamp, kështu që duhet jemi ne ato që duhet të analizojmë neshin nga brenda. Tjetër rekord 100 ndeshje, nëse luani do jeni zotëria 100 i kombëtarët. Unë shpresoj që të luaj këtë e din trajneri, është një krenari dhe një ëndër për mua që unë do rri ndeshjen e 100 nesër, sepse që i vogël ka pas thjesht ëndër të luaj me kombëtarin, jo më që të arrijë të luaj 100 ndeshje me këtë fanel, kështu që për mua do jetë një nder dhe një krenari e madhe. Mirë, kjo ishte edhe pyetja e fundit për Elsin. Lo assicuro io che giocherà e sarà anche capitano domani, perché questo è quello che si merita. Ju asiguroj unë që në fakt do të luaj dhe do të jetë kapiten. Mirë, faleminderit Elsi, mund të bashkohesh me skuadrën. Ne do të vazhdojmë me pyetje për trajnerin Maran Vis. Po, atëherë mister, sa ju ka vlejtur